Në emocione, pjesëtarët e organizatës së veteranëve të luftës përcollën fjalimet e fundit të ish-krerëve të Ushtrisë së Çlimtarë të Kosovës, që u mbajtën në dhomat e specializuar të Hagës. Nënkryetari i organizatës së veteranëve të luftës së Ushtrisë së Çlimtarë të Kosovës, Fatmir Sopi, e cilësoi paraqitjen e tyre si një përballje dinjitoze me të vërtetën para trupit gjykues, raporton Kosova Press. Ishte një përmbledhje e veprimtarisë atdhetare të secilit. Ishte një prononcim para një trupi gjykues, e gjithë asaj pa frikë dhe pa fshehur asgjë, duke treguar të vërtetën dhe angazhimin e tyre për çlirimin e vendit. Vërtet çlirimtar, dinjitoz dhe të pathyeshëm ndaj çdo padrejtësie që po ju bëhet gjatë këtij procesi të stërzgjatur gjyqësor. Vërtet patëm emocione dhe kemi prap emocione. Tash jemi nën emocione, sepse e dim të kaluarën e tyre, e dim aktivitetin e tyre, e dim fuqinë e tyre dhe luftën e tyre të drejtë, si dhe motivet që na kanë dhënë si në luftë, si në shtetformim, si sot. Sipas tij, akuzat ndaj ish-krerëve të UÇK-s kanë burime në Beograd dhe janë të ndikuara nga qarqet që historikisht kanë kundërshtruar luftën çlimtare të Kosovës. E sot besoj se ata janë të bindur edhe në drejtësi, sepse e thanë që të katërt se edhe pse na është bërë pa drejtësi, ne kemi besim të plot në drejtësi dhe kërkuan nga trupi gjykues që të vendos vetëm pa emocione, por vetëm në bazë të fakteve dhe të dëshmive që posedon e gjykatë. Ndërkaq në dhomat e specializuar të Kosovës në Hagë është mbajtur seanca e fundit e parashtrimit të deklaratave përmblyese në procesin gjyqësor kundër ish-krerëve të UÇK-s, të cilit po mbahen në paraburgim nga nëntori i vitit 2020.